Një tetori ishte afati i fundit që Bashkia e Tiranës u kishte dhënë të gjithë tregtarëve me ose pa leje për të mos bllokuar trotuaret. Policia bashkiake nisi një aksion për të gjithë ata që bllokonin këto hapësira, por tregtarët ende nuk janë mbindur këtij urdhri, ndoshta edhe duke ditur se aksioni i bashkisë do të ishte me faza dhe zonë pas zone. Në të gjithë gjatësinë e rrugës pranë tregut tek medreseja, që ka qenë objekt i 10 kronikave të televizionit Klan, sërish trotuaret janë të zëna nga mallrat e tregtarëve, të cilët nuk i mbajnë brenda dyqaneve të tyre. Qytetarët e kanë shumë të vështirë për të kaluar, pasi edhe ajo hapësirë e vogël që është në trotuar është e zënë nga mallra nga më të ndryshmet, si dyshek, tenxhere e të tjerë. Misioni i Bashkisë së Tiranës për lirimin e trotuareve duket qartë që nuk ka mbaruar ende, ashtu sikurse kuptohet qartë që pushtuesit e trotuareve nuk lëvizin vetëm me paralajmërime, por vetëm kur i vjen policia tek dera.